është një kënaqësi e veçantë për mua që si kryetari i Bashkisë të Korçës të bashkohem nismës të UN-it HIFOSHI. Besoj se është një nismë e rëndësishme, veçanërisht në kushtet e Shqipërisë, e shoqërisë sonë, e cila ngelet në shoqëri për fat keq ende shumë maskuliste dhe ka nevojë për mesazhe të tilla ndërgjegjësimi. Në pozicionin tim si kryetar bashkie, kam pasur rastin të konstatoj që gratë, pjesë e stafit të bashkisë tonë, bile pjesë e stafit drejtues të bashkisë, kanë pasur një kontribut po aq të rëndësishëm në zhvillimet që ka ndodhur në qytetin tonë, prandaj dëshiroj t'i inkurajoj ato që të luftojnë për të pasur vendin që ato meritojnë në shoqëri, në çfarëdo lloj drejtimi, ndërkohë që dëshiroj t'i uroj suksese fushatës të UN Women dhe unë jam i pari kryetar bashkie që i bashkohem kësaj fushate sensibilizuese në Shqipëri, ndërkohë që jam i bindur që edhe shumë kolegë të mi do t'i bashkohem padyshim kësaj fushate në të ardhmen. Ju faleminderit.